Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdulillahi, Ibn Gjeriri shpjegon, mirënjohja e sinqert I qoftë vetëm Allahut dhe askujt tjetër prej atyre që njerëzit adhurojnë apo krijesave të Allahut. Mirënjohja e falënderimi I plot I qoftë Zotit për të gjitha ato mirësi që udhëroi robërve të Tij, të cilat askush nuk mund t'i numërojë e përkufizojë. Askush nuk e di numrin e tyre veç Zotit. Ai ua ka dhuruar ato mirësi robërve të vet, edhe pse ata nuk kanë bërë asgjë për t'i merituar. Allahut I qoftë hamdi, lavdërimi e mirënjohja për të gjitha këto, në fillim e në fund. Elifi, e dhe lami, l, pra, nyja el tek fjala elhamdulillah përdoret në arabisht për të treguar gjithëpërfshirje. Sipas këtij kuptimi, të gjitha llojet e format e hamdit dhe shprehjes së tij I takojnë veçse Allahut të lartësuar. Në një hadith thuhet, o Allah, ty të takon I gjithi hamdi, ty të takon I gjithë mbretërimi e pushteti. Në dorën tënde është e gjithë e mira dhe tek ty kthehen të gjitha çështjet. Rabil Alemin, El Rab është pronari, rregulluesi e administruesi I gjithësisë. Emërtimi El Rab me pjesën El përpara lejohet veçse për Allahun, ndërsa pa nyjen El mund të përdoret nëse vjen në formën pronar, ps. Rabul Bejt I Zoti I shtëpisë. El Alemin është shumësi I fjalës El Alem. Këtu bën pjesë gjithçka që ekziston, përveç Allahut të lartësuar. El Awalim, botërat, janë botët e ndryshme të krijesave në qiell dhe në tokë, në dëhër dhe në det. Kështu ps. Bota e njerëzve është botë më vete, gjindët janë botë më vete, melekët gjithashtu përbëjnë një botë. Kështu ka thënë Bishr ibn Amarati, që përcjell nga Ibn Abasi. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut, në dorë të cilit është I gjithë krijimi dhe krijesat, në qiell e në tokë e çka mes tyre e brenda tyre, nga ata që I dim dhe nga ata që nuk I dim. Kuptimi I hamdit, medhit dhe shukrit dhe dallimet mes tyre. Elhamdu është të përlëvduarit e Zotit të lartësuar dhe krenar, përmes emrave dhe cilësive të Tij të bukura dhe veprave të Tij të mrekullueshme. Ndërsa El Shukru ka tjetër përkufizim. El Shukru është të përlëvduarit e Allahut të madhëruar kundrejt mirësive dhe bamirësisë që të ka bërë ty kështu, duke qenë se Allahu I lavdëruar të ka bërë mirësi të shumta, ti shpreh atij shukr, pra mirënjohje e falënderim. Ndërsa kur dëshiron ti thuash Allahut të madhëruar hamde, ti e përlëvdon atë duke I shprehur në të njëjtën kohë edhe dashurinë tënde. Elhamdu, pra, është përlëvdimi I shoqëruar me shprehjen e dashurisë dhe këtë e bën për shkak të faktit se Allahu I madhëruar të cilin ti e përlëvdon, është I plot në çdo aspekt, është I pastër dhe I dëlir nga çdo mangësi. Në këtë mënyrë ti I ke thurur atij hamd. Kështu, hamdi është të përlëvduarit për shkak të emrave dhe cilësive të mrekullueshme, I shoqëruar me ndjenjen e dashurisë për të lavdëruarin. Kjo sure ka filluar me fjalën Elhamdulillah dhe jo me El Shukru Lillah, sepse si I sëmuri, ashtu dhe I shëndetshmi, si I fismi, ashtu dhe ai që nuk është I tillë, si I pasuri dhe I varfëri, si I dituri dhe ai që nuk ka dituri, si I zgjuari dhe ai që nuk është I tillë, të gjithë thonë Elhamdulillah. Hamdi ka të bëjë me qenien e atij I cili përlëvdohet dhe I thuren hamde, ka të bëjë me emrat, cilësitë dhe atributet e tij të lavdishme. Ti I thur hamde Allahut të lartësuar, për shkak se ai është I përshkruar me cilësitë, emrat dhe veprat më të përkryera dhe të plota. Kështu hamdi është med, përlëvdimi I shoqëruar me ndjenjen e dashurisë dhe vlerësimit për atë që ti I thur hamd. E kemi përsëritur shumë herë që origjina dhe themeli I hamdit është dashuria. Pra, ndryshimi mes medhit dhe hamdit është se hamdi është med plus dashuri, shprehje e dashurisë për atë që përlëvdohet. Dikush bën pyetjen, përse duam diçka apo dik? Secili le ta pyes veten e vet nëse do dik në këtë dynja, përse e do atë? Cilat janë kriteret për të dashur dik? Disa njerëz, të cilët dallohen për logjikën, urtësinë dhe diturinë e tyre, shprehin dashuri për ata që kanë cilësi të mira, larg nga cilësitë e këqija. Ky është kriteri I dashurisë për disa njerëz. Një kriter tjetër për disa të tjerë është se ata duan dhe I shprehin dashuri atij I cili u bën atyre mirë. Kështu, çdo kush që të bën mirë ti e do. Një kriter tjetër është bukuria. Pasuria dhe bukuria janë dy cilësi që të gjithë I synojnë dhe I duan. Madje, janë të pakët ata që qëndrojnë përballë këtyre dy cilësive kaq të veçanta.
Atëherë, nëse shohim këto kritere, të cilat bëjnë që në zemrën e robit të lindë dashuria, le të mendojmë me kujdes dhe të shohim se kush meriton me të vërtet dashurinë tonë. Allahu i lartësuar është ai i cili të krijoi dhe të bëri të ekzistosh kur ti nuk ekzistoje. Është ai i cili vazhdimisht të bën bamirësi ty, ai të furnizon me çdo të mirë dhe është ai që të ka formësuar dhe, me drejtësinë dhe bujarinë e tij, të ka dhuruar çdo begati. Nëse shohim në aspektin e të qenurit absolut, i plot dhe i përshkruar me cilësitë dhe atributet më të mira dhe të shkëlqyera, pa dyshim që Allahu i lartësuar është më i ploti dhe absoluti në këto aspekte. Kështu Allahu i lartësuar është krijuesi i gjithçkaje dhe gjithçka që ka krijuar e ka krijuar me urtësinë më të lartë. Madje dhe vet iblisin, Allahu i lartësuar e ka krijuar për një urtësi dhe qëllim të lartë. Nëse shohim në aspektin e bukurisë, për shkak të një urtësie të lartë, profeti alayhi selam na ka njoftuar se Allahu i lartësuar është i bukur dhe e do të bukurën. Atëherë, duke menduar gjatë dhe qetësisht në këto që u than, ai që është i logjikshëm, i urtë dhe i mençur kur nuk mund të dojë diçka më shumë se sa Allahun e lartësuar, të plotin në të gjitha këto aspekte dhe kriteret të dashurisë të diçkaje. Prandaj dhe Fatihaja ka nisur me hamd, që është paraprirë nga pjesa el e gjithëpërfshirjes. Pjesa el nënkupton se me këtë formulim përfshihen pa përjashtim të gjitha llojet e hamdit, pra të lavdërimit dhe shprehjes së dashurisë për Allahun e lartësuar. Ndërsa tek fjala lillah, pjesa li është ajo që bën specifikimin e hamdit vetëm për Allahun e lartësuar. Në këtë mënyrë, fjala jon elhamdulillah do të thotë se të gjitha llojet e hamdit janë të posaçme, të veçanta, të përkushtuara vetëm për Allahun e lartësuar. Kjo do të thotë që çdo dashuri që lind në zemrën e robit, burimin e saj kryesor duhet ta ketë nga dashuria për Allahun e lartësuar. Dashuria për gjithçka tjetër duhet të jetë rrjedhoi dhe rezultati i asaj dashurie bazë, që është dashuria për Allahun e lartësuar. Dashuria për Allahun e lartësuar është ajo që mbizotëron dhe mbulon çdo lloj dashurie tjetër. Kjo është diçka që ndodhi dhe u realizua me sahabët e profetit Asa në luftën e Bedrit. Djali i Ebu Bekrit luftonte në rreshtat e mohuesve dhe përballë tij ndodhej ati, pra Ebu Bekri radiallahu anhu. I biri i thot Ebu Bekrit: "O baba, në luftën e Bedrit, kur të pash në ushtrinë islame, unë u shmanga prej teje, pra nuk të dola përpara." Ebu Bekri i tha: "Vallahi, nëse do të shija, do të kisha vrarë." Kështu, dashuria për Allahun kishte mbizotëruar në zemrat e tyre dhe ata ishin zhveshur dhe çliruar tërësisht nga çdo lloj dashurie tjetër. Ata e kuptuan lehtësisht se pjesa li tek fjala lillah do me thënë, vetëm për Allahun. Ajo është posaçërimi i dashurisë vetëm për Allahun e lartësuar dhe është tregues se dashuria e Allahut të lartësuar është mbizotëruese e të gjitha llojeve të tjera të dashurisë. Hamdi, i cili është med, pra për lëvdim plus dashuri, i takon me të gjitha llojet e tij vetëm Allahut të lartësuar dhe është i posaçëm për të. Nëse mund të mendohet se edhe për diçka tjetër veç Allahut mund të thuret një hamd apo mund të shprehet dashuria, kjo duhet të burojë fillimisht nga dashuria për Allahun e lartësuar dhe duhet të jetë urdhëruar nga Allahu i lartësuar e duhet të jetë pjesë e kësaj dashurie. Besimtari i cili realizon këtë lloj kuptimi të hamdit në zemrën e tij, pra duke qenë se dashuria për Allahun e lartësuar është mbizotëruese e çdo lloj dashurie tjetër, ai ka për të gjetur dhe shijuar ëmbëlsinë e imanit. Profeti alayhi selam ka thënë: "Janë 3 ndjenja që, nëse dikush i gjen në zemrën e tij, ai vërtet e ka ndier ëmbëlsinë e imanit. E para, që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur në zemrën e tij se çdo lloj dashurie tjetër." Gjithashtu, në një hadith tjetër profeti alayhi selam ka thënë se ndër hallkat më të rëndësishme të imanit janë dashuria për hir të Allahut të lartësuar dhe urrejtja e diçkaje për hir të tij, të japësh për hir të Allahut të madhëruar dhe të mos japësh për hir të tij. Shej Meshur Hasan al-Selman. I gjithë hamdi i takon vetëm Allahut të lartësuar. Në fjalët elhamdulillah, pjesa el do të thotë që të gjitha hamdet, pa përjashtim, i takojnë dhe i përkasin Allahut. Ndërsa në fjalën lillah, fjala li tregon veçimin e hamdeve veçse për Allahun dhe për askën tjetër. Pra, kur themi elhamdulillah, kuptimi është të gjitha hamdet, pa përjashtim, i takojnë vetëm Allahut, askujt tjetër. Ndonjëherë, hamdi mund të ndodhë që t'i dedikohet edhe disa njerëzve. Për shembull, mund të lëvdosh dik nga të dashurit e tu për cilësitë e tij të mira dhe nga dashuria që ke për të. Por ky hamd që i dedikohet njeriut është një degëzim apo rrjedhoj e dashurisë, e cila duhet të jetë veçse për hir të Allahut. Edhe nëse duam dik apo diçka, e duam për hir të Allahut dhe fal dashurisë për të.
Pra, çdo dashuri dhe lavdërim që besimtari shpreh, duhet të burojë nga dashuria dhe lavdërimi bazë që bëhet për Allahun dhe në emër të Tij. Me fjalë të tjera, besimtari nuk mund të jetë munafik. Besimtari synon të gjejë dhe kultivojë në zemrën e tij ëmbëlsinë e imanit. Profeti alayhi selam ka thënë, janë 3 ndjenja të cilat nëse janë tek dikush, ai ka për të shijuar ëmbëlsinë e imanit: 1. Të dojë veçse për hir të Allahut. 2. Të urrejë veçse për hir të Allahut dhe 3. Të urrejë që të kthehet në mosbesim ashtu si e urren që të flaket në zjarr. Kështu, besimtari mund të urrejë për hir të Allahut vëllanti prej gjaku, ndërsa nga ana tjetër do për hir të Allahut një të huaj, jo farefis, për hir të besimit dhe devotshmërisë së tij. Pa dyshim, ky është fryti i fjalës dhe i besimit tek elhamdulillah. Ky është imani i vërtetë. Prandaj edhe profeti alayhi selam ka thënë, më e forta dhe e rëndësishmja e hallkave të imanit është të duash dhe të urresh për hir të Allahut, të japësh për hir të Allahut dhe të mos japësh, të privosh për hir të Allahut. I gjithë ky është një moral i mrekullueshëm dhe buron nga koncepti elhamdulillah, që do të thotë pra, i gjithë hamdi, pra, e gjithë lavdia, mirënjohja dhe dashuria i takon veçse Allahut. Kështu, në zemrën e robit adhurues nuk do të gjesh ndonjë dashuri që bie ndesh me dashurinë për Allahun. Dashuria për Allahun duhet të jetë ajo që rrethon çdo lloj dashurie tjetër. Shej Meshur Hasan al-Selman. Meditoni pak me kujdes. Hamdi në disa ajete ka ardhur i përcaktuar me rrethanor vendi dhe kohë. Për shembull, në surën Rum, ajeti 18, i lartësuar i thotë, lavdia i takon vetëm atij në qiell dhe në tokë, në mbrëmje dhe mëngjes. Ndërsa në surën Kasas, ajeti 70, ai thotë, ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë. Vetëm atij i takon lavdia në këtë botë dhe në botën tjetër. Vetëm atij i takon gjykimi dhe tek ai do të ktheheni. Në surën Sebeje, ai thotë, e gjithë lavdia i takon Allahut, të cilit i takon çka në qiell dhe çka në tokë, dhe e gjithë lavdia i takon vetëm atij në botën tjetër. Ai është i urti e i gjithdituri. Ndërsa në surën Fatiha, hamdi është sjell i pakufizuar dhe pa ndonjë përcaktues, për të treguar se e gjithë dashuria dhe lavdia i takon Allahut në çdo vend, kohë dhe gjendje. Në të gjitha suret e tjera të Kuranit, hamdi është sjell i kufizuar dhe i përcaktuar. Sa sure kanë filluar me elhamd? Janë 4 sure, përveç Fatihas. Në të gjitha këto sure, hamdi është sjell i përcaktuar dhe i lidhur ngushtë me diçka. Surja e parë që fillon me hamd pas Fatihas është surja Enm, lavdia e plot i qoftë vetëm Allahut, që krijoi qiellin dhe tokën, vendosi errësirat e dritën. Megjithatë, mohuesit sajojnë zota të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Në këtë rast, hamdi ka lidhje me krijimin e qiellve dhe të tokës dhe me vendosjen e errësirave dhe të dritës. Pra, ai meriton hamdet sepse krijoi qiellin e tokën dhe vendosi errësirat dhe dritën. Surja e dytë që fillon me hamd është surja Kehf, në të cilën i lartësuari thotë, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, i cili i shpalli robit të vet librin dhe në të nuk lejoi ndonjë kundërthënie. Në këtë rast, hamdi ka lidhje me shpalljen e librit dhe moslejimin e shtrembërimeve dhe devijimeve në të. Pra, ai është i lavdëruar dhe meriton hamdet, sepse ai e shpalli librin dhe nuk lejoi asnjë shtrembërim dhe devijim në të. Surja e tretë që fillon me hamd është surja Sebe, në të cilën i lartësuari thotë, e gjithë lavdia i takon Allahut, të cilit i takon çka në qiell dhe çka në tokë, dhe e gjithë lavdia i takon vetëm atij në botën tjetër. Ai është i urti e i gjithdituri. Në këtë rast, hamdi ka lidhje me pushtetin dhe mbretërimin e tij në qiell dhe në tokë. Pra, Allahu është i lavdëruar dhe meriton hamdet, sepse ai është sunduesi, mbretëruesi dhe pronari i qiellve dhe i tokës. Atij i takon pushteti në qiell dhe në tokë. Surja e katërt që fillon me hamd është surja Fatir, në të cilën i lartësuari thotë, e gjithë lavdia i qoftë Allahut, krijuesit të qiellve e tokës, pa shembull të mëparshëm, i cili i ka bërë melekët të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 palë krah. Ai shton në krijim çfarë të dojë. Me të vërtetë, Allahu është i plot pushtetshëm për gjithçka. Në këtë rast, hamdi ka lidhje me shpikjen dhe krijimin pa asnjë shembull të mëparshëm të qiellve dhe të tokës dhe me krijimin e melekëve me 2, 3 dhe 4 palë krah. Ai është i lavdëruar dhe meriton hamdet, sepse ai është Fatiru, krijuesi, shpikësi i qiellve dhe i tokës. Ai i shpiku dhe i krijoi ato pa asnjë shembull të mëparshëm.
Ai I krijoi melekët me 2, 3 dhe 4 palë krah. Ndërsa në suren Fatiha nuk është përmendur ndonjë shkak I veçantë për amdin, në mënyrë që të gjitha llojet e amdit, në të gjitha rastet, t'i përkushtohen vetëm Allahut të Madhërisëm. Shej Meshur Hasan al-Selman. El Rab vjen me 4 kuptime. 2 kuptime kanë lidhje me qenien e Allahut të Madhëruar dhe veten e tij, ndërsa 2 të tjerat kanë lidhje me veprat e tij. 2 kuptimet që kanë lidhje me qenien e Allahut të Madhëruar janë: El Mulk. Pra, El Rab do të thot El Malik, pronari, sunduesi. Allahu I lartësuar thot, Lilli më fis se muti u el erd, do me thënë, të Allahut janë gjithë çka në qiej dhe në tokë. Gjithashtu thot, Lilli mulku se muti u el erd, do me thënë, Allahut I takon pushteti dhe mbretërimi në qiej dhe në tokë. Gjithçka në qiej dhe në tokë janë dhe I përkasin Allahut të lartësuar, janë në pronësinë dhe sundimin e tij. El Seid. El Rab është Es Seidu El Mutu, pra, është zotëria të cilit duhet t'i binden të gjithë. Ai është I ploti në të qenurit Zot e sundues. Arabët e quajnë Rab atë që është Es Seid, pra, zotëri. Në suren Jusuf, Allahu I lartësuar thot, o shokët e mi të burgut. Njëri prej jush do t'i jap të pi ver zotëriut të vet, ndërsa tjetri do të kryqëzohet dhe shpezët do të hanë nga koka e tij. Çështja për të cilën kërkuat shpjegim ka marrë fund. Ati, për të cilin besonte se është I shpëtuar, I tha, më kujto mua të zotëriu yt. Po djalli e bëri të harroj që ta kujtoj të zotëriu I tij, e për këtë mbeti në burg disa vjet. Në të gjitha këto raste fjala Rab do të thotë zotëri. Çfarë kuptimi ka fjala jon në suren Ilas, Allahu Samed? Es Samedu është Es Seidu, të cilit I bindet dhe I nënshtrohet gjithçka dhe tek I cili ngrihen dhe parashtrohen të gjitha çështjet. Prandaj të gjitha çështjet e tua parashtroja dhe kërkoja veç se atij që është Es Seid, pra, I ploti në zotërimin dhe sundimin e tij. Parashtrimi dhe kërkesa e një çështjeje që askush veç Allahut nuk ka fuqinë për ta realizuar, te dikush tjetër, konsiderohet idhujtari ndaj Allahut të lartësuar. Nëse ja kërkon dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ti nuk e ke kuptuar se Allahu është Es Seid. Ajo që kërkohet është mbështetje e plot tek Allahu, por edhe kryerja e çdo sebepi njerëzor që është në mundësinë e njeriu. Pra, nuk duhet të gabojmë në këto 2 drejtime. Nuk duhet të bazohemi krejtësisht në ndërmarrjen e masave dhe sebepeve njerëzore, por edhe lënia tërësisht e shkaqeve është e gabuar. Mbështetja e plot në shkaqet e krijuara është kufër, ndërsa lënia e tyre tërësisht është marrëzi. 2 kuptimet që kanë lidhje me veprat e Allahut të Madhëruar janë et tedbiru dhe et terbietu. Et tedbiru është përkujdesja, rregullimi, administrimi. Allahu është El Mudebbiru, kujdestari rregulluesi, administruesi. Ai përkujdeset dhe rregullon çështjet e krijesave të tij. Ai u bën atyre bamirësi dhe I trajton me mëshirën e tij. Et terbietu është edukimi. Allahu është El Murabbi, edukuesi, furnizuesi e ruajtësi. Kështu, Allahu I Madhëruar është krijuesi, sunduesi, rregulluesi dhe edukuesi I krijesave të tij. Por çfarë rrjedh nga kjo? Ai që ka këto cilësi është I vetmi që meriton të adhurohet. Allahu është Zoti I botëve, atij I takon pushteti zotërimi, përkujdesja dhe rregullimi I çështjeve të krijesave të tij. Por duhet të kuptohet diçka mirë. Përkujdesja, edukimi dhe rregullimi që ai u ofron krijesave ka lidhje shumë të ngushtë me përkushtimin e tyre për ta pranuar dhe reaguar korrektësisht në lidhje me këtë përkujdesje dhe edukim. Ai ka lidhje të ngushtë me përkushtimin e krijesave kundrejt Allahut, Zotit të botëve. Është e vërtetë që Allahu I lartësuar përkujdeset dhe rregullon çështjet e të gjitha krijesave me një nivel të caktuar përkujdesjeje dhe rregullimi, mohues apo besimtar, punë mirë apo punë keqi qofshin ata. Por përkujdesja dhe rregullimi që ai u ofron të dashurve të tij, të cilët janë nënshtruar për ta adhuruar si një të vetëm, është diçka tjetër. Disa njerëz I shtojnë punët e mira dhe adhurimet ndaj Zotit ashtu si ai ka porositur. Çdo e mirë që ata punojnë I çon dhe I ndihmon ata për të kaluar në një tjetër punë të mirë. Kështu vazhdojnë ata derisa rrethi I punëve të mira që ata bëjnë zgjerohet. Profeti Alehi Selam ka thënë, ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin të ruaj. Pas kësaj, ti je I ruajtur me mbrojtjen, përkujdesjen dhe ruajtjen e Zotit tënd.
Kështu, disa njerëz, nëse do të përpiqeshin të mos i binden Allahut, nuk do të mundeshin, ndërsa disa të tjerë, nëse do të përpiqeshin për t'u bindur Allahut, nuk do të mundeshin. Të dyja grupet hyjnë dhe i nënshtrohen për kujdesit dhe edukimit që Zoti ofron. Në varësi të përkushtimit të krijesave është edhe lloji i përkujdesjes, rregullimit dhe edukimit që Allahu i Madhëruar u ofron atyre. Edukimi dhe përkujdesja ndaj krijesave nuk është i njëjtë. Profeti Asa ka thënë, ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin të të ruaje. Ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin që ta gjesh atë para teje. Njihe Allahun në kohë begatije e mirësie, që ai të njohë në kohë vështirësie dhe shtrëngimi. Allahu i Madhëruar i edukon dhe rregullon gjendjen e njerëzve. Ai e bën këtë duke i bërë të ndjejnë dhe të jenë të sigurt se ata janë nevojtar për të dhe të varur prej tij në çdo aspekt. Profeti Alehi Selam ka thënë, çudi me çështjen e besimtarit. Të gjitha gjendjet e tij janë mirësi. Nëse e mbulon mirësia dhe begatia, ai falenderon dhe tregon mirënjohje dhe kjo është e mirë për të. Nëse atë e godet fatkeqësia, ai bën durim dhe kjo është e mirë për të. Por kjo nuk i ofrohet askujt tjetër veç besimtarit. Besimtari është i kënaqur me Allahun. Në xhamiun e Tirmidhiut është hadithi, ai që kënaqet me Allahun, kënaqësia do t'i jepet. Ndërsa ai që zemërohet e tregon pa kënaqësi me Allahun, pa kënaqësia dhe zemërimi do t'i jepet. Një gjë është e padiskutueshme dhe e sigurt, përkujdesja e Zotit dhe edukimi e përmirësimi që ai u ofron njerëzve është i vazhdueshëm dhe jepet me urtësi të madhe. Besimtari kënaqet dhe përjeton kënaqësi të madhe duke ju bindur Allahut dhe në adhurimet përkushtuar atij. Ai e shijon dhe përjeton kënaqësi në çdo çast që kalon, duke bërë durim thjesht dhe vetëm në emër të adhurimit të Zotit të tij. Ndërsa i pabinduri e mohuesi, i cili nuk e di dhe nuk e kupton që Allahu i Madhëruar është rregulluesi, edukuesi dhe ai që ofron përkujdesjen dhe përmirësimin e gjendjes së robëve, është ashtu sikurse e ka përshkruar i Madhëruari. Ka njerëz nga ata që e adhurojnë Allahun me luhatje. Nëse e godet ndonjë e mirë, ai qetësohet me të. Por nëse e godet ndonjë sprovë, ai kthehet në fytyrën e vet të vërtetë. Ai ka humbur dynjan dhe ahiretin. Ky është ai dështimi i qartë. Haxh 11. Nëse besimtari sprovohet me ndonjë fatkeqësi, ngushtim apo vështirësi, ai vazhdon të jetë i kënaqur me Zotin e tij dhe përcaktimet e tij të urta. Ai e di mirë se është Allahu që rregullon çështjet e krijesave, përkujdeset dhe i edukon robët e tij me formën më të mirë. Nëse robi sëmuret ose sprovohet në pasurinë e tij, të dashurit e tij apo në veten e vet, ai e kupton mirë faktin se Allahu është Rab, pra Zoti i pushtetshmi, është Es-Seidu, domethënë zotëria që ka në dorë të gjitha çështjet. Është El Maliku, pronari dhe sunduesi i gjithçkaje, është El Mudebbiru, kujdestari dhe rregulluesi i çështjeve të njerëzve, është El Murabbi, edukatori i robëve të tij. Atëherë e kupton mirë faktin se Allahut i takon të bëjë gjithçka që ai dëshiron, për shkak se ai është i plot në zotërimin dhe pushtetin e tij. Ai nuk pyetet për atë që bën, por krijesat do të pyeten. Për përkujdesjen, edukimin, administrimin dhe rregullimin e çështjeve të krijesave, Allahu i Madhëruar ka vendosur rregulla të mrekullueshme dhe të urta. Ai përkujdeset për ta dhe rregullon çështjet e tyre me sheriatin që ka vendosur për ta, por edhe me kaderin e tij të urtë dhe të pacenueshëm. Kaderi i tij nuk mund të mposhtet dhe të cenohet, ndërsa në çështjen e zbatimit ose jo të sheriatit të tij i ka lënë robët të lirë që të bëjnë zgjedhjen e tyre. Dhe pikërisht këtu sprovohen krijesat. I Madhëruari i sprovon krijesat me kaderin dhe kadan e tij. Por nga ana tjetër, ai edukon dhe i udhëzon krijesat që të rregullojnë çështjet e tyre përmes sheriatit të tij. Përmes sheriatit, ai urdhëron e ndalon, pastaj i lë robët të lirë që të bëjnë zgjedhjen e tyre. E gjitha kjo është pjesë e tedbirit dhe tërbijes së Allahut të Madhëruar. Për të shpjeguar lidhjen e ngushtë mes kaderit dhe sheriatit si dhe tërbijes dhe tedbirit që Allahu ofron për njerëzit, le të sjellim një shembull që ka lidhje me pasurinë dhe pronësinë. Allahu i Madhëruar e ka pajisur njeriun me instinkte. Prej instinkteve të njeriut është dëshira për të pasur prona. Njeriu e do pronën. Madje edhe një foshnjë, nëse i jep diçka në dorë, kurdo që t'ja heqësh nga dora, e shtrëngon dhe nuk të lejon t'ja marrësh. Prandaj i Madhëruari e përshkruan njeriun duke thënë, madje ju e doni pasurinë me një dashuri të madhe fejxhë. Ndërsa profeti Alehi Selam ka thënë, sprova e umetit tim është pasuria. Pasuria është fitne, qoftë kur është e pakët, qoftë kur është e shumë.
I varfëri është në sprovë, por edhe I pasuri është në sprovë. Kështu, Allahu I madhëruar e krijoi dhe e përcaktoi që ne ta kemi këtë instinkt. Madje, brenda nesh gjendet ajo që quhet kooperaci. Allahu thot, ai që është ruajtur nga kooperacia e vetes së tij, me të vërtet ka fituar. Çdo krijesë ka brenda vetes kooperaci. Ndërsa Allahu e ka treguar se shpëtimi është I lidhur me ruajtjen nga kooperacia. Allahu vërtet ka krijuar tek ne kooperaci dhe e ka përcaktuar me kaderin e tij, por në të njëjtën kohë na edukon dhe na fton që të rregullojmë çështjen tona përmes shariatit të tij, duke thënë, ai që është ruajtur nga kooperacia e vetes së tij, me të vërtet ka fituar. Kështu, fakti që Allahu është Rab, Malik, Seid, Mudebbir dhe Murabbi, shfaqet qartë dhe në një lidhje shumë të ngushtë mes kaderit dhe shariatit të tij. Përmes shariatit të tij, ai na edukon dhe përkujdeset që të rregullojë çështjet tona. Këtë ai e bën shkallë, plot urtësi, mëshirë dhe butësi, sepse tërbijeti I tij është I mrekullueshëm dhe lehtësisht I pranueshëm. Mendohu pak në këto ajete. Allahut I takon pushteti I qiejve dhe I tokës. Ai njofton krijesat se çdo gjë që ata e zotërojnë në këtë dynja, do të vijë dita që ata të largohen dhe çdo gjë tek Allahu do të kthehet. Allahut I mbetet gjithçka në qiej dhe në tokë. Por nga ana tjetër, për të na edukuar dhe përmirësuar, na thot, gjithçka që ju shpenzoni, ajo është e juaja. Ose, faleni me rregull namazin, jepni zekatin dhe jepni për hir të Allahut hua të mirë. Çfarë do të mire të përgatisni për veten tuaj, atë do ta gjeni tek Allahu më të mirë dhe më të shpërblyer. Kërkoni falje prej Allahut, se, pa dyshim, Allahu është falës I madh e mëshirëplot. Muzemil 20. Ose, s'ka dyshim se atyre që japin sadaka dhe që I japin Allahut një hua të mirë, atyre do të shumë fishohet ajo dhe do të marrin shpërblim të madh. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, të sinqertët dhe dëshmorët, ata kanë te Zoti I tyre shpërblimin dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohojnë shenjat tona janë banor të xhahimit. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëse një lojë, kalim kohe në argëtim, stoli e krenari mes jush dhe përpjekje në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Ajo I ngjan atij shiu, prej të cilit bima I habit bujqit, por pastaj ajo thahet dhe e sheh të verdh, mandej përthyet dhe kalbet. Ndërsa në botën tjetër ka dënim të rënd, por edhe falje gjunahesh dhe dhurim kënaqësie nga Allahu. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm se një përjetim mashtrues. Shpejtoni që të fitoni faljen prej Zotit tuaj dhe xhenetin, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës, dhe që është përgatitur për ata që I besojnë Allahut dhe të dërguarve të tij. Ai është mirësia e Allahut, që ja jep kujt të doj, Allahu është dhurues I madh. Hadith 18:21. Gjithashtu, luftoni për hir të Allahut dhe ta dini se Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Kush është ai që do t'i jap Allahut një hua të mirë, që ai t'ia shtojë atë shumë fish? Allahu shtrëngon dhe po ai çliron. Vetëm tek ai është kthimi juaj. Bekare 244-245. E gjitha kjo është një edukim dhe rregullim përmes shariatit që njerëzit të pastrohen nga kooperacia. Kështu, I madhëruari na jep mundësinë për të zgjedhur që të pastrohemi nga kooperacia dhe që pasuria të jetë në dorën tonë thjesht si një mjet dhe jo të bëhet qëllim. Nëse shpirtrat e njerëzve përmes këtij shariati bëhen më të gjerë se sa pasuria, pushteti dhe postet, atëherë ummeti do të jetë në mirësi dhe begati. Sa njerëz bien në një nga krimet më të mëdha dhe të dënueshme, siç është fajdeja, ndërkohë që kanë miq farefis dhe të afërm të cilët kanë mjaftueshëm pasuri që të mos lejojnë të bien në këtë gabim kaq fatal. Nëse do ta jepnin borxh pasurinë dhe të bënin durim, do të ishte një lehtësim dhe rregullim I madh. Ai që I shikon këto nivele të këshillës dhe edukimit e kupton se Allahu është Murabbi, pra edukator I robëve të tij. Duke qenë se Allahu I madhëruar është I plot si edukator dhe rregullues I çështjeve tona, ai nuk na la të jemi të shkujdesur dhe të hallakatur. Ai vendosi rregullat e tij te krijimit dhe kaderit në gjithësinë e tij, por gjithashtu na shpalli edhe rregullat e shariatit të tij, përmes të cilave ai rregullon çështjet tona dhe na edukon, nëse ne do të bënim zgjedhjen e duhur dhe të bënim durim në të. Shej Meshur Hasan Al Selman